A ka syri tret ekziston dhe çfarë është? Po, ekziston syri i tretë, ekziston, është syri i shpirtit ose syri i mendjes, le të themi. Dhe njerëzit që e aktivizojnë syrin e tretë janë shumë të lidhur me shpirtin e tyre, me thirrjet e tyre shpirtërore, janë të lidhur dhe me gjithësinë, le të themi, jo thjesht me aspektin e tyre personal. Dhe ka dhe disa anë të këqija hapje syrit të tretë. Dhe unë nuk ja këshilloj të gjithëve ta hapin syrin e tretë. Unë për shembull shoh vizione dhe tash unë e kam shprehur dhe ka Vizion njerëz plus vazhdon me media kjo është. e din këtë gjë që unë arrit të parashikoj dhe vdekjen për shembull dhe rasti më i tmerrshëm për mua emocionalisht ka qenë me vet babain tim dhe të jetosh me këtë gjë që ti e di që do humbësh personin tënd, s'ka bëra pak emocionale tani. Jo, s'ke faj. Do humbësh, të dish që do humbësh personin tënd më të dashur dhe nuk i thua dot asgjë askujt. Kjo është një peshë që njerëzit që e kanë syrin e tretë të hapur apo kanë të gjitha portat e tyre të hapur me botën e përtejme apo me botën e shpirtit, është edhe bekim, po është edhe mallkim. Ky zëri që të tregon këtë vizion është shumë i qetë, shumë i ngrohtë, nuk është se të vjen për të trembur, të vjen për të përgatitur se tani po kam kështu mornica në trup. Edhe më thot shumë butësisht që babi yt do ndroj jetë. Kam të hapura portat me botën e shpirtit, le t'i themi më si nuk pret. Si e desh. Zjarri fare direkt toli letra. Këto ditët e fundit të marsit duhet të përfitojnë për të reflektuar me veten e tyre dhe të kuptojnë se ku po e mbajnë veten në një kafaz imagjinar. Koka tani duket sikur ka kaluar një gjendje të rëndë, por tani nuk është më koha për të menduar për gjërat e rënda që kanë kaluar, por për të lënë atë të shkuarën e rënd, t'i thyej dhe të hapen që drita e tyre e brendshme të duket plotësisht. Domethënë është koha për të marrur spotlightin, për të marrë atë që i takon. Shenjat e ajrit njerëzit duhet të besojnë në intuitën e tyre dhe duhet të lidhen 100% me intuitë. Gaforja, akrepi edhe peshqit. Duket sikur duhet të nisin një kapitull të ri, po s'kan kurajo. Nuk e di nga do i gjejnë, për duhet ta gjejnë kurajon nëse duan të lidhen me gjërat e tyre më të mira apo me ato ëndrat e bukura që kanë.